Elis, kur themi jo verbal, a do të thotë që këta fëmijë nuk kuptojnë, sepse ka një keq kuptim shumë të madh, ëh? Dikush shikon që një fëmijë nuk flet dhe hamencojnë direkt që ky fëmijë nuk kupton edhe flas ndoshta edhe në mënyrë të papërshtatshme në sy të fëmijës për fëmijën. Si Jo detyrimisht do të thotë që një fëmijë jo verbal ai nuk kupton apo ai nuk mund të shprehë emocionet apo ai nuk ka ndjenja dhe ky është gabimi më i madh që mund të bëhet, që një personi apo një fëmijë jo verbal ti thua që ai nuk kupton. Jo verbal do të thotë që ai nuk e përdor komunikimin ose fjalën për të komunikuar funksionalisht dhe për të kërkuar, por përdor gjestet, përdor shikimin, mund të tregoj, thjesht edhe një mimik, bën sjellje për të komunikuar, dhe është aftësia e prindërve, ose e gjithë rrethit shoqëror dhe terapistëve që ti kuptojnë këto sjellje, do të thotë ti analizojnë se çfarë do të thotë fëmia apo i rrituri me këto sjellje dhe ti përkthejnë në gjuhë.